Flamurtari luan në transfertën e Elbasanit ndeshjen e parë për vitin kalendarik 2026, ku do të kërkojë një rezultat pozitiv për ta nisur sa më mbar. Takimi starton orën 17 në Elbasan Arena, por për shkak të dënimit të padrejtë nga disiplina me 8 ndeshje pa spektator, grupimi tifozëve Flota Kuqezi nuk do të jetë prezente në Elbasan. Flota Kuqezi thekson në një deklaratë për shtyp se për asnjë arsye tjetër nuk do të ndalet. Kemi shkuar në çdo katund, në çdo qytet për flamurtarin, ndërsa kjo është arsyeja pse nuk do të shkojmë në Elbasan, thot në reagimin e saj Flota Kuqezi. Pasi 8 ndeshje pa tifoz, flamurtari do t'i luajë jashtë dhe brenda. Flota Kuqezi e ka mbështetur flamurtarin si në ditë të mira ashtu edhe në të vështira, që nga kategoria e dytë, e parë dhe në Super League. Madje tifozët ultras kanë qenë prezent kudo ku ishte skuadra, edhe në fushat më të vështira dhe problematike sa i përket infrastrukturës, sikundër janë ato të kategorisë së dytë. Tifozët ultras thonë se nuk kanë dalur dhe nuk do të ndalen për të mbështetur flamurtarin, por dënimin e Komisionit të Disiplinës e cilësojnë të jetë egzageruar dhe të padrejtë. Madje grupimi Flota Kuqezi thotë se ka mbështetur skuadrën si brenda ashtu edhe jashtë fushe, dhe ashtu do ta bëj edhe në të ardhmen, pasi do të shihemi më të fortë se kur, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Grupimi Ultras Flota Kuqezi thekson se arsyeja që ata nuk do të jenë të mërkurën në Elbasan për të mbështetur skuadrën e tyre të zemrës është dënimi me të patë drejtë me 8 ndeshje pas spektator i marrë ndaj flamurtarit në ndeshjen me të Utën. E megjithatë, ata kanë besim se skuadra do të bëjë maksimumin në këtë transfert për të fituar edhe për ta, pasi grupimi Ultras Kuqezi do të jetë në Elbasan, jo fizikisht, por me zemër dhe shpirt pranë skuadrës për ta mbështetur atë në një nisje të mbar të vitit të ri kalendarik 2026.